tonë Abdigjikun për të takuar për lidhur edhe koalicion. Në atë letrën me ato elemente disit çuditshme që kemi pas si ftesë, normalisht që aty shprehen preferencat, diku konstatimet, diku edhe na parashikon si Nostradamus se çka kemi bën të kaluam duhet me bë edhe sot, por përgjigjja ka qenë se mungojnë sot numrat edhe opozita ta bëjnë një qeveri, njëkohësisht lëvizjeve vendosje, pra me rrethonat, atmosferën e krijuar, krijon një mosbesueshmëri ndaj të partnerëve ndaj tyre dhe normalisht hezitojnë të bëjnë koalicione me të. Kë e doni ju, zoti Hyseni, në partneritet dhe kë e do elektorati juaj në një partneritet potencial qeverisës? Elektorati ju ne ka dhënë mesazhin e qartë dhe kemi treguar gjatë fushatës, po themi edhe sot. Lidha Demokratike e Kosovës se ka dhënë përgjigjen e vet se cila duhet të jetë një formulë për dalje nga kriza, është propozimi i vetëm jo bllokues. Prandaj Kjo është ideja që është propozimi i parë dhe i vetëm deri sot i cili e jep rrugën e zhbllokimit të institucioneve dhe njëkohësisht e ofron si zgjidhje qeverisjen kalimtare, e cila vërtet kish pas mundësi deri në zgjedhjen e presidentit me ju dhënë përgjigje shumë për problemeve të cilat sot qytetarët tonë ballafaqohen. Ndërto rritja e kostos jetesës, ndërto është rritja e çmimit të energjisë elektrike, kthimi i këtij vendimi në siç ka qenë pra anulimi i tij, rritja e pagave dhe vendime tjera të cilat në mënyrë shumë në një afat shumë të shkurt kohor kanë mundësi me i dhënë përgjigje problemeve të qytetarëve siç është kosto e lartë e jetesës dhe probleme tjera. Po, qysh mund të jetësohet kjo ideja juaj, zoti Hyseni, kur ju konsideroni që nuk do të kishte partneritet efektiv, mirë kuptues ndaj njëri tjetrit vetëm me dy parti, mendoni që 4-5 parti do të mund të funksiononin si në një qeveri edhe pse tranzicionale? Absolutisht po. S'po themi 4-5. Mund të realizohet kjo? Kjo mund të realizohet me një plan të qartë veprimit, me një afat të caktuar. Janë 4-5 parti politike, është vetë vendosja, LDK-ja, PDK-ja, AK-ja edhe nisma, që tashmë ka gjasë që do të formojë edhe grup të vetin parlamentar. Për janë 5 parti shqiptare. Nuk janë 4 ose 5, po janë 5. Këto deshta me thonë, dhe më thonë jo 4-5, po 5, dhe këto 5 parti me një marrëveshje të qartë, të funksionimit me afat caktuar, njëkohësisht para marrëveshjes finale ku do të përcaktoheshin prioritetet e kësaj qeverisje kalimtare, dhe më thonë me afat caktuar, deri në zgjedhjen e presidentit, cilat kishin me qenë vendimet prioritare, cilat kishin me qenë vendimet e para që ne e konsiderojmë jashtëzakonisht të rëndësishme që nga vendimet e para të jetë në këtë marrëveshje edhe rritja e pagave dhe pra vendimet të cilat ndikojnë në uljen e kostos jetesës, që direkt do të ndikon të në përmirësimin e cilësisë jetës. Këtu mendoj që duhet ishin prioritetet deri në zgjedhjen e presidentit, kur atëherë do të shkonin në zgjedhjet tjera të reja parlamentare. I keni dëgjuar besoj interpretimet edhe komentet e sidomos të aktorëve të vetëvendosur që thotë që Kosova nuk është megjithatë në një gjendje të jashtëzakonshme që të ketë unifikim